Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV, për të vazhduar të komentojmë ngjarjet që në fakt po përfliten jashtëzakonisht shumë rreth situatave të ndërtuara tashmë tek personazhet publik. Në shënjestër të portaleve edhe të medjes, ka qenë Grida Duma, një nga personazhet më të komentuar, një nga personazhet më të ndjekur. Grida Duma është përfolur jashtëzakonisht shumë për një qëndrim që është mbajtur në televizionin Top Channel. Ju e dini shumë bukur që Grida është një moderatore që i ka dhënë ngjyra emisionit Top Story, por në fakt i ka dhënë edhe një rëndësi shumë të madhe. Jo që nuk ka qenë rëndësia, por nuk ka qenë në këto nivele që Top Story është, që ka trajtuar temat më të forta, dhe do me thënë besimi është krijuar jashtëzakonisht fort i publikut tek Grida Duma. Normal, për mendimin tim, është më se normale që Grida Duma si gazetare tashmë, si moderatore, sepse nuk mund t'i themi gazetare, të kërkoj qëndrimet edhe statuset e saj. Unë kam dëgjuar në mënyrë të detajuar intervistat e Gridës, sidomos intervistën e fundit, për të kuptuar që vërtet a ka për të dëshiruar mes Gridës edhe mes Lorit edhe Sarës. Grida e la të nënkuptuar që unë edhe nëse vazhdoj vetë, unë jam e bindur që në këto vite që jam dhe në këtë status që kam, unë di të ndërtoj gjërat nga zero dhe mund të kem një sukses të jashtëzakonshëm. Për shembull, Grida krijoi një podcast që pati një sukses dhe mendoj që edhe nëse do ta niste një top story, do të kishte një sukses të jashtëzakonshëm. Tani nga brenda topit nuk ekziston një zëng, mund të ekziston një përplasje mendimesh që janë shtruar në tavolinë për të bërë një skenar më të fortë, për të bërë një studio më gjigande, për të bërë ndryshime. Ndoshta Grida ka kërkuar ndryshime në emisionin e saj, ka kërkuar ndryshime në ambientet, në studion e saj, është më se patjetër, por që të ketë patur zënka që Grida të lërë topin apo Grida të largohet nga televizioni, këtë nuk mundemi ta themi që ka ndodhur, sepse do me thënë nuk ekziston asnjë lloj lajmi i tillë mes Gridës dhe dy motrave Hoxha. Nga informacione që kam unë deri më tani, do me thënë raporti mes Gridës dhe motrave Hoxha është një raport shumë korrekt. Motrat Hoxha e vlerësojnë jashtëzakonisht shumë Gridën dhe influencën e saj që ka në publik nga televizioni Top Channel. Grida do të vazhdon, do të jetë figure e televizionit Top Channel, do të jetë në emisionin Top Story, do na sjell ngjarje, raste të ndryshme që i trajton vetëm Grida, dhe me patjetër që do të ketë një fokus të veçantë, por që mund të ketë patur ndeshje në mendime, kjo është më se normale, sepse zakonisht aty ku edhe në fakt punohet dhe shfaqen mendimet, me patjetër që ka dhe ndeshje.